Sot, në këtë ditë të shënuar për vendin tonë, qytetarët e shumë nga Gjakova dhe fshatrat përreth u mblodhën për të nisur drejt protestës me moton drejtësi jo politik. Me autobus dhe makina private u organizuan për udhëtimin drejt Prishtinës, ku protesta priti të mbahej në sheshin Skënderbeu në orën 14. Atmosfera gjatë nisjes ishte e mbushur me emocione, flamuj kombëtar dhe thirrje për drejtësi. Shumë nga ata theksuan se presin lirinë e ish udhëhecësve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, duke e parë këtë si një çështje dinjiteti dhe drejtësie historike. Është një ndjenjë e papërshkruar se na kemi lirinë sot e gëzojmë pola aty që janë atje. Kanë shumica që kanë humbur prind, familjen, na vimi këtu për me gëzu lirinë. Inshallah me faqe të bardhë dalin ata. Përkrahim veteran të luftës, komandanta të luftës, gjithë ata që janë pafajshëm lirimin sa më të shpejt. Jem ka shkojmë për komin tonë, për padrejta që kanë e bënë bota, që kanë bënë që 100 vjetë e përporën. Unë jam me Srebrenicës, i përshëndes gjithë miqasin, janin, me bo apel, me liru Thaçin se është i pafajshëm. Edhe i dua krejt Kosovën, mu qunë demonstrata me nëshu vllahën tunë. Ne sot përshkojmë me protestu, në përkrahje të 4 krerëve të UÇK-s që gjenden në Hag padrejtësisht për lirimin e tyre dhe ta festojmë pavarësinë mbas lirimit të tyre. Pjesëmarrësit theksuan se kjo protestë është një mesazh qytetar për drejtësi, unitet dhe respekt ndaj historisë së vendit, duke shprehur shpresën që zëri i tyre të dëgjohet dhe që e ardhmja të ndërtohet mbi drejtësi dhe jo mbi ndarje.